Ish konkurrenti e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Loredana Brati ka thyrë heshtjen përmes një mesazhi drejtuar ndjekësve të saj, duke sqaruar situatën e disa fotove që po bëjnë xhirin e rrjetit. Loredana ka sqaruar se imazhet ku ajo shihet krajozit nuk janë reale, për produkt të inteligjencës artificiale. Ajo ka kërkuar që shpërndarja e tyre të ndalojë menjëherë, duke i cilësuar si dashakeqe. Prej disa kohësh pa qarkullojnë fotot të krijuara me inteligjencë artificiale, në të cilat shfaqemi unë dhe Jozi bashk. Do të doja që kjo gjë të ndalonte. Këto përmbajtje jo vetëm që krijojnë iluzione dhe keq kuptime, por edhe përhapin disinformacion. Për te sqarimit, Lori ka gjetur rastin të falenderojë fansët e saj që kanë qëndruar pranë dhe në ditët e vështira. Ajo u shpreh se mbështetja e tyre ka qenë forca e saj më e madhe në momentet më të errta. Kujtojmë se Loredana dhe Jozi krijuan një romancë që u diskutua gjatë gjithë qëndrimit të tyre në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Megjithatë, ndryshe nga çfarë priter, marrëdhënia e tyre nuk i mbijetoi jetës jashtë, duke përfunduar pothuajse menjëherë pas daljes nga reality show. Ky reagim i fundit vjen si një përpjekje për të vendosur një vijë ndarëse mes të shkuarës dhe spekulimeve teknologjike që po tentojnë të rikthejnë vëmendjen te një histori tashmë e mbyllur.